Ndjekës të Almak Press, mirë mbroma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Sonte kam shumë kënaqësi që në studio të kem të ftuar një zonjë e cila nëpërmjet historisë së saj, padyshim që do të jetë edhe një rrëfim suksesi dhe frymëzimi edhe për gratë të tjera që duan të ndjekin një histori si të saj apo një rrugtim si të saj. Shumë kënaqësi që kam në studio sonte Qania Selimi, kryetare e grupacionit të grave në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Shumë e gjatë. Shumë kënaqësi që kam studio. Kënaqësia ime Jona, faleminderit shumë për ftesën dhe të uroj shumë suksese për emisionin. Faleminderit shumë. Për një grua që një biznes të vetin personal e nisën në kohën kur i duhet një asistencë nga eksperjenca e saj, pra për të kujdesur dikush për fëmijët e saj. Cili është mendimi i parë apo cila është frika e parë që e shoqëron një grua kur ajo merr përsipër të hyjë në një botë të karakterizuar si e meshkujve? Ajo e biznesit. Patjetër që po, Jona, është shumë e saktë ajo që the, sepse në fillimet e mia të para, frika më e madhe si një nën e re, si një grua, si një vajzë e re, domethënë isha në moshën kur ti përballesh me një situatë të caktuar në momentin që unë kisha veç biznesin që menaxhoja në atë kohë, ishte shkolla Neting, dhe ishte ndryshe nga ajo në momentin kur unë u bëra nën, sepse situatat ndryshojnë. Atëherë kur ti përballesh me di situata me di përgjegjësi paralele, domethënë atë të punës, përgjegjësisë punës dhe atë të përgjegjësisë prindit. Dhe kjo ishte ajo pjesa më e vështirë, mund të them, se sa ajo pjesa se si do përballem e si doja dal në pjesën e biznesit. Për arsye se doja që paralelisht në të njëjtën kohë mos kem mungesë në prezencën e fëmijëve, në angazhimin e tyre, dhe të njëjtën kohë duheshte që të jem edhe një afariste, një biznismene që menaxhon dhe drejton biznesin në të cilin unë isha vetëm e futur. Kishe frikë nga paragjykimet që mund të shoqëronin, sepse po flasim për një kohë kur kishte shumë pak gra që kishin iniciativa të tilla. Para 20 vitesh, tash 20 vite, Jona, domethënë janë 20 vite që unë jam e futur në biznes. Dhe patjetër që po, domethënë në kohën në atë kohë kur unë nisa dhe startova me biznes, paragjykimet ishin pika kryesore, sepse në atë kohë të gjitha gratë dhe vajzat e reja që lidhin martesë, priteshin ai pjesa që të bëhen nëna dhe karriera përfundonte aty. Në momentin që një familje nusesh pret që nusja të çohet mëngjes të shërbej familjarët ose miqt, misafirët, nusja merr çantën edhe del, shkon, bën biznese dhe takohet me afarist dhe nis hap një rrugë që është ato që the ti e burrave, sepse kështu është quajtur në atë kohë, se biznes bëjnë vetëm burrat, jo gratë. Ishte shumë e vështirë. Edhe paragjykimit ekzistonin. Në atë kohë ekzistonin paragjykimet dhe unë them që vetës time i them jam shumë e lumtur për arsye se nuk u ndala aty për shkakun e paragjykimeve. Një grua që t'ja dali, padyshim që duhet të ketë një karakter të fortë. Por për hir të vërtetës, në shoqëri si këto në Maqedoninë e Veriut, po le të themi në shoqëritë ballkane, se ku pritshmëritë janë ato që përmendet ti për një grua kur hyn në një martesë, shumë e rëndësishme në gjykimin tim është edhe partneri që ti ke zgjedhur për të pasur në rrugtimin tënd në jetë. Pra ai njeriu që ose do të të suportoj, ose do të jetë pengesa e parë më e madhe e jotja. Sa e rëndësishme është për një grua që në jetë të ketë një partner i cili i bëhet krah dhe që e ndihmon atë të tej kaloj këto paragjykime, në shoqëritë vogla këto fjalët që do dëgjoj tek kafja, tek rrethi familjar, po ç'është kjo që gruaja jote të merret me këtë punë në vend që të sa e rëndësishme është ose në rastin konkret sa e rëndësishme ka qenë mbështetja e bashortit. Po, domethënë ajo është pika kryesore, Jona. Nëse ti paralelisht duash të bësh të marrësh familjen, të mbajsh familjen, sepse në momentin që ti lidhesh me një person ti mendon që do të krijosh familje dhe pjesa kryesore i takon, unë them në jetë i takon personave që lidhin martesën, burrit edhe gruas. Në këtë rast, dhe pjesës marrëveshjes dhe suportit për njëri tjetrin. Unë mendoj se pika kryesore për një arritje dhe
në pjesën e zhvillimit biznesit dhe për arritjet në një familje që ndosh, patjetër që duhet ketë një marrëveshje dhe një mirëkuptim, të themi, sepse nuk ka qenë e lehtë për bashkëshortin tim në atë kohë kur të gjithë shokët e tij ose miqët, familjarët e tij kanë pas bashkëshortet në një nivel tjetër, në një krah kur thash unë, domethënë se nuk kanë vazhduar karrierën, thjesht kanë marrë një profesion që ka qenë, ndoshta kemi pas raste dhe kena raste të tilla në miqësi që ose në familje që ka marrë një profesion shumë të lehtë, domethënë që të shkoj një orar 8 orë në punë, përfundon orari dhe mbyllet gjithçka aty. Është më ndryshe nga ajo që u futa unë në një rrugë që nuk ka orar, në një rrugë që ti do duhet përballesh me lloj-lloj situatash dhe sfidash. Kështu që nuk ka qenë e lehtë edhe për atë si mashkull, për arsye të paragjykimeve dhe për arsye të përplasjes me miq, me kolektiv, me shok, me shoqëri, me familje, me gjithçka. Por ka qenë pika kryesore dhe suporti më i madh i arritjeve të mia që të jem këtu ku jam sot. Sepse njëjtën kohë nuk është vetëm suporti moral, po është edhe suporti i përgjithshëm, se në momentin që ti krijon familje, bëhesh edhe me fëmijë, nëse ti nuk ndan obligimet, është e pamundur, sepse për një nën është më e rëndë që në njëjtën kohë të merret me biznes, të jetë edhe familjare, të jetë në përkushtimin maksimal edhe për fëmijën, edhe për shtëpinë, edhe për bashkëshortin, edhe për gjithë. Kështu që kur këto obligime ndahen edhe suportohen në çift, unë mendoj se aty është suksesi më i madh. Kisha atëherë ti një model gruaje që të frymëzonte? Kisha atëherë në kokën tënde një model, ndoshta që e kishe parë diku, apo kishe lexuar diku një model gruaje që të frymëzonte? Sepse po flasim për një mjedis ku, thash pak më parë, nuk kishte shumë gra që ti thoje se shiko, ka kaq shumë gra që unë do jem një më shumë edhe nuk do bëj diferencën. Ke pasi ndonjë? Jona, drejt të them, gratë e para që i kam parë dhe jam motivuar në si vajzë, si femër, kanë qenë gjyshja edhe nana ime. Kanë qenë dy gratë e para që kanë kaluar në sfida të mëdha të jetës, që i ka përplas jeta në mënyra të ndryshme. Kam pas një gjyshe të jashtëzakonshme, kam pas një gjyshe burrnesh që në atë kohë ajo ka ngel vetëm me 2 vajza, ka ngel pa bashkëshortin, domethënë pa njeriu në jetës së saj, dhe në atë kohë ajo ka bërë revolucion, të them që nuk ka pranu që të dalë dhe t'i le vajzat të shkoj, sepse në atë kohë, në momentin që ti ngel pa partnerin e jetës, me automatizëm do të kalojsh te familja, te vëllezërit, te prindët. Në atë kohë ajo ka rezistuar gjithçka dhe ka thënë që unë do i dal ballë edhe unë do i suportoj vajzat, do i mbaj, do punoj edhe punë, çfarëdo që të jetë, sepse janë nda punë e burrave, punë e grave, gratë kanë pas punë e shtëpisë në atë kohë. Unë isha në shkollë në kohën kur unë dëgjoja historitë e saj, se me çfarë situatash edhe sfidash është përballë me jetën, ka qenë motivi më i madh për një vajzë dhe për një femër për të formuar. Dhe pjesa tjetër pastaj që e kisha nënën afër dhe gjithashtu dhe ajo ka kalu sfidat mëdha në jetë, jo në biznes, po në jetë, sepse menaxhimi nuk do të thotë se vetëm pjesa është një histori suksesi, edhe unë për këtë arsye më më madhja realisht. Dhe unë për këtë arsye them që këto janë gratë e para që unë i kam pas shembulli kryesor në jetën time. Çerdhja e Rea ishte risi për sistemin arsimor dhe jo vetëm në Tetov, po flasim për një kohë kur institucionet private thuajse nuk ekzistonin. Pra, me sa di unë është çerdhja e parë private, sepse të gjitha shërbimet e tilla jepeshin në institucionet shtetërore. Ishte sfidues ky moment, kishte dilema, kishte prindër që kishin dyshime, se zakonisht shkohet në këtë në shtet jemi më sigurt, dhe që nuk dihej, nuk ishte si eksperiencë kjo ekzistimi i çerdheve private. Jona nga eksperienca, domethënë nga nevoja, faktikisht nga nevoja erdhi edhe pjesa e hapjes të institucionit, për arsye se unë nuk kisha një vend pune dhe një biznes që unë menaxhoja, ishte shkolla në teknik që unë në atë kohë unë e menaxhoja. Po thjesht nga nevoja kur unë përplasa në momentin që në qytetin tonë nuk ishin të mjaftueshme çerdhet, shërbimin që jepte për fëmijët e moshës parashkollore nga mosha 9 muaj deri në moshën 6 vjet. Lista e pritjes ishte diku te 200,
në momentin që unë duhesh të regjistroj fëmijët, patjetër që ishte shumë sfiduese, sepse në momentin që ti merr si nën një hap të tillë, që ti je duke u sfiduar në atë moment, unë isha duke sfiduar veten në atë moment me situatën, sepse i kisha djalin edhe vajzën shumë afër njëri tjetrit dhe kisha patjetërsueshme kopshtin. Njëtën kohë kisha mikesha dhe miq përreth që përplaseshin me të njëjtën situatë. Dhe në momentin që ka marrë vendimi ka qenë kjo që përpara duhet nisi për fëmijët e mi, sepse nuk e nisa me pjesën e të bërit biznes, thjesht për të kryer një nevojë për të zgjidhur një situatë të caktuar e imja që ishte në atë moment. Dhe investimin e parë që kam bërë, domethënë në momentin nuk kam bërë një investim si një afariste, si një biznismene, thjesht çdo gjë që kam investuar dhe çdo gjë që kam bërë në momentin, sepse aty janë në momentin që ti aplikon për të qenë një institucion i licencuar në shtet, janë rregulloret e caktuara dhe shkruame se çka do duhet ti të plotësosh për atë institucion. Dhe në atë moment unë kam dalë jashtë atine rregullave, jashtë atine rregulloreve që kërkoja gjëra edhe më shtesë sepse isha prind vet. Dhe kjo ishte ajo pjesa më sfiduese që unë nuk mendoja se do duhet ndërtoj një qendër, një institucion ku do duhet t'i sjellim fëmijë tjerë. Në fakt ishe një nën, unë isha një nën merakun e secilës nën tjetër. Dhe kjo ishte ajo pjesa që unë e mora hapin edhe e bëra. Edhe pse, pavarësisht asaj, është një situatë që me momentin e parë, hapjen e parë, që unë nisa me 2 fëmijët e mi, me automatizëm do me thonë numri u plotësua për ambientin në atë kohë kur e nisa, sepse ka qenë një ambient më i vogël. Vetëm sa për ta marrë dhe për ta nisë si institucion dhe për ta marrë pjesën e lejes, licencës me të cilën unë punoj dhe funksionoj. Je duke mi përmend licencat. Do me thënë atë pjesën që është një lloj certifikimi ligjor i shërbimeve që ti ofron. Mbas rreth 15 vjetësh plus minus, si e shef sot Qania institucionin reja në raport me institucionet e ngjashme? Më vjen shumë keq Jona për të thënë në këtë kohë, sidomos mbas sa vitesh, domethënë ne kemi bërë 14 vite, shkojmë për 15 vite që funksionojmë me çerdhën reja, me fëmijët e moshës nga 9 muaj që janë mosha më delikate, deri në moshën 6 vjeç që janë mosha parashkollore. Më thënë të marrësh përgjegjësi, të marrësh të edukosh dhe përgjegjësi ditore fëmijën e dikujt të kesh në përgjithësi është gjëja më e shejtë dhe më e shtrejtë që prindi ta sjell. Dhe të marrësh përsipër pa i ditë në rregullore, sepse është rregullore e shkruar jo rastësisht, institucioni, shteti të kërkon ato rregullore për të parandaluar situata të caktuara dhe për të ngarkuar me një lloj përgjegjësie shumë të madhe, sepse ajo ka një punë jashtëzakonisht të madhe për të arritur deri në licencim dhe në këto certifikime, patjetër që kërkon shumë punë, shumë mund dhe por gjithmonë e kam marrë me këtë pjesën që sepse e thash, nuk e kam bërë për të bërë biznes, e kam bërë sepse isha në atë situatë vetë. Dhe në momentin që ti je në një pikë që ti ke nevojë për fëmijën tënd, ti ndryshe me sy tjetër dhe me përgjegjësi tjetër e merr punën. Unë nuk e llogaris konkurrencë, sepse ato nuk janë konkurrencë për mua. Do të thonë, në momentin që dikush e merr përsipër mban përgjegjësinë për punën dhe për shërbimin që jep. Dhe unë mund ta ndjej konkurrencë një institucion që licencohet, që ka plan program dhe program të licencuar nga shteti, ka kontrollën e jashtëzakonshme dhe të duhur që janë të shpeshta dhe unë them janë të mirëseardhura çdo herë, sepse ndryshe është ato kur na shojnë nga jashtë, kontrollat mund të bëjmë ndonjë ndryshim edhe diçka, ajo neve na rritën, na zhvillon. Unë jam edhe në kryetare e asociacionit të qerdheve private në Maqedoninë e Veriut, asociacioni Polet quhet, që e kemi themeluar në kohën e pandemisë, atëherë kur ne u mbyllëm si institucione, sepse në momentin që ti je licencuar me automatizëm vendimi të vinë nga shteti, kështu që në atë kohë ne kishim shumë të nevojshme që të paktën të drejtat ligjore që na takojnë mos na shkojnë poshtë dhe në atë kohë u hapëm si institucion dhe si asociacion faktikisht për të pa këto problematika që i hasin të shumica e institucioneve, qerdheve private që janë në Maqedoninë e Veriut. Po hapen qendra, qëndrime, ditore, po në fakt pa
identifikume dhe të pa licencume me rregullën që i takon, faktikisht me rregullën ligjore. Me që jemi tek këto lloj procedurash, mbasi çerdhja e reja mori hovin e vet dhe tani funksionon me të gjitha shenjat kur i thon, dhe tani me sa di unë jeni duke u përgatitur edhe për pjesën e verës për shkollën verore. Kena aktivitetin veror sepse në fund tash të qershorit, se përfundu me qershorin, e përmbyllëm plan programin sepse kemi plan program pedagogjik që zhvillohet gjatë gjithë vitit, domethënë nga shtatori deri në dhjetor, gjysmëvjetori i parë, pastaj nga janari deri në fund të qershorit, gjysmëvjetori ditë akademik që quhet, që është plan program i ministrisë dhe pjesë e plan programit që ne zhvillojmë në procesin akademik. Pjesa e verës, ne punojmë edhe gjatë verës, domethënë që është pjesë e aktiviteteve verore, summer school, ku fëmijët, jo vetëm ata që janë në çerdhe, po edhe fëmijët që janë nga jashtë, ta kenë edhe fëmijët një argëtim, njëjtën kohë këto që janë në pjesën asaj që të mund fëmijët të argëtohen, janë qëndrime ditore dhe është plan program veror që zhvillohet vetëm në periudhën e verës, domethënë në korrike dhe në gusht, dy muajt e verës, dhe fëmijët i kanë gjitha kushtet, kanë ushqimin, kanë aktivitetet, kanë argëtimin, kanë socializimin njëjtën kohë. Një tjetër moment shumë i rëndësishëm në këtë rrugtim, që është padyshim një rrugtim e barazvlefshme me një histori suksesi, është që mbasi e dëshmove suksesin tënd tek Rea, vjen një iniciativë tjetër që për hir të vërtetës mua më ka bërë shumë përshtypje, por që ishte edhe kjo një lloj risie për sa u përket shërbimeve në kujdes të moshës së tretë. Jemi gjithmonë në kuadër të asaj që është një iniciativë e licencuar në bazë të gjitha ligjeve shtetërore që funksionojnë në Maqedoninë e Veriut. Okej, pjesa e parë lindi si ide nga nevoja personale për kujdes ndaj fëmijëve. Cila ishte shkëndija e parë që e çoi Qania Selimin që tashmë të merrte një iniciativë ku për kujdesi do të ishte i ofruar ndaj moshës së tretë? Jona, prapë nga ajo pjesa kur gjithmonë kam qenë ajo që kam dash të krijoj, jo të kopjoj. Domethënë të krijoj diçka që shoqëria ime e ka në mungesë. Dhe pjesa e shërbimit për kujdesje për personat e moshuar, domethënë personat e moshës së tretë, ishte në mungesë në nivel shtetëror. Në pjesën e projekteve dhe përkrahjeve të Bankës Botërore, faktikisht ky shërbim në shtetet e Europës është me qindra vite. Ndërsa në shtetin tonë dhe në Ballkan, faktikisht nuk flas vetëm për Maqedoninë e Veriut, por flas për nivelin ballkanik, ky shërbim nuk jepet. Nuk jepeshte deri në një... Ndoshta edhe për shkak të asaj që ne familjen e kemi qenë më shumë në atë familjen e madhe, për kujdesin dhe përgjegjësia brenda familjes. Por jo më, Jona. Sepse jemi në kushte të reja sociale, në kushte të reja sociale dhe kjo gjë nuk është më, domethënë nuk ekziston sepse shumica e të rive kanë emigruar dhe mosha e tretë jetojnë vetëm. Mirë, po kjo ishte një ndër kushtet e Bashkimit Evropian që shteti Maqedonisë së Veriut do duhet ta plotësonte. Dhe me këtë informacion që unë kisha si një afariste, e pa është arsyeshme që domethënë shtetit ton i mungon kjo pikë. Pse do duhet i mungojë shtetit ton, sepse është një ndër kushtet e BE-s që do duhet ta kemi si shërbim. Dhe kështu që ishte ajo që prapë mora iniciativën dhe thash po, okay, neve do e bëjmë. Ishte vështirë deri në patjetër që po, fazën përfundimtare. Në fazën e parë se neve nuk e kemi nis me Bankën Botërore si projekt dhe aty neve kishim faktikisht në kohën dhe është shkruar Jona bashkë në kohën e pandemisë, kur atëherë kishim kohën sepse u mbyllën institucionet, u mbyllën bizneset që ne unë me bashkëshortin tim po bëjmë, dhe në atë kohë kishim kohën e kishim kohën në dispozicion që të hulumtojmë edhe të shohim se çka mund të bëjmë, diçka çka në të ardhmen do jetë e nevojshme. Dhe në atë kohë bashkëshorti im ka ulë dhe ka shkruar komplet sepse kjo ishte pjesë e kërkesës që Banka Botërore kishte disa kërkesa që duheshte të plotësohen dhe pavarësisht se gjithçka, patjetër që ishte një lloj rreziku i madh sepse ishte me veti financimin, domethënë ishte financimi jon me projekt dhe aty ato e kishim si kushte nëse ne nuk e nxjerrim si shërbim të suksesshëm, ne duhet t'i kthejmë gjitha lekët që mbrapsht. Dhe kjo ishte një rrezik financiar, të them. Ishte një rrezik shumë i madh sepse
kishte një kosto jashtëzakonisht madhe dhe por si më nje Jona, unë jam ajo që rrezikoj gjithmonë dhe them po do e bëjmë. Pavarësisht diçkaje, unë e di se do e bëj sepse kur I përkushtojmë diçkaje, patjetër që I jap maksimumin e gjës, vërtet mbas 18 muajsh që rezultoi një shërbim. Është shërbimi I parë në Maqedoni që jepet I këtij lloji? Është shërbimi I parë që e ofroni ju. E ofrojmë ne. Domethënë e kemi nis në periudhën 2020, në kohën 2020 ka qenë kur e kemi nisur shërbim me përkrahjen e bankës botërore. Është një shërbim që ofrohet nëpër shtëpi. Shtëpi. Pra ju çoni stafin tuaj të specializuar dhe ofron shërbimin nëpër shtëpi. Në shtëpi. Domethënë edhe kjo ishte kushti kur sfida më e madhe erdhi pastaj, sepse sa ishte si projekt ishte më I lehtë sepse ishin financat tona dhe ishte financimi. Edhe ishte ajo faza eksperimentale. Eksperimentale dhe në momentin që doli një shërbim I jashtëzakonshëm, domethënë, në atë periudhë kur unë përfundova ishte edhe një përkrahje jashtëzakonshme nga Unioni Evropian për pjesën e kam qenë në gjithë billboardet e Maqedonisë Veriut, në gjitha qytetet, për projekt të startup të suksesshëm që duheshte ta vendojmë në nivel shtetëror. Dhe sfida më e madhe erdhi në momentin kur duheshte t'y futemi dokumentacionit, licencimit edhe gjitha procedurave të cilat ishin të domosdoshme për t'u futur. Faktikisht ishte një shërbim që nuk kishin as ligj të caktuar në kuvent. Sepse gjithçka ishte risi. Sepse gjithçka ishte risi. Duheshte të sjellet ligji, duheshte të pastaj të miratohet, po dokumentacioni, po licenca, po pastaj të kalojë në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, po pastaj të kalojë në pjesën e dokumentit në nivel shtetëror. Dhe kjo çështja e licencave duhet theksuar që duhet të jetë në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës së Maqedonisë Veriut. Po, sepse secili shtet faktikisht Europa ka ligje tjera për këtë shërbim. Shteti I Maqedonisë së Veriut I ka ligjin e vet dhe ka të caktuar tashmë dhe është e miratuar në kuvent dhe është votuar dhe është e miratuar në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale dhe pastaj shkon zinxhiri, ajo është pjesa enti social, janë komunat e kështu me radhë. Domethënë neve në atë periudhë kemi nis me komunën e Tearcës, komunën e Jegunovcës, edhe komunën e Zhelinës. Në atë kohë. Pastaj ka 2 vite që kemi shtuar edhe komunën e Tetovës, se faktikisht domethënë ishte shumë e nevojshme, por duheshte të jepet pëlqimi prej komunës që të mund të jepet shërbimin në atë komunë. Dhe së fundmi, domethënë ne kemi nis edhe në komunën e Bogovinës, që është një ndër komunat më të mëdha këndej dhe ishte vërtet shumë e nevojshme. Ka ndodhur ndonjë situatë, ndonjë segment I gjithë kësaj pune që të ka prekur emocionalisht, ndoshta ndonjë histori, ndoshta ndonjë ngjarje, ndoshta ndonjë fjali, ndonjë rasti që janë këto momente që ne na e bëjnë akoma dhe më të vlefshme punën që ne bëjmë. Ka ndonjë histori të tillë që të ka prekur më shumë? Është 5 vite që japim këtë shërbim dhe të them realisht unë kam staf të madh që punojnë, janë koordinatorët, janë kujdestaret që japim këtë shërbim, po unë gjithçka preki vet. Jam në terren barabar me koordinatorët, jam në terren dhe preki, unë jam tip që dua përpara të shoh dhe të prek vetë situatën, për pastaj t'ua jap si obligim tjerëve. Dhe gjatë kësaj periudhe, patjetër që kemi pas raste të shumta, domethënë situata prej më të ndryshmeve, situata prej më të dhimbshmeve, situata që ti mendojsh, domethënë në atë pjesën e shërbimit që unë e jepsha me kopshtin, me këtë shërbimin e shkollës, gjithmonë ti mendon se gjithçka është në rregull, por kur kalon dhe ti përballesh edhe me këtë lloj situatash, domethënë janë situata që emocionalisht të ngarkojnë dhe emocionalisht të bëjnë ndonjëherë të reflektojmë edhe me veten. Jemi bërë në shoqëri pak më egoiste? Jemi bërë, Jona, për fat të keq. Jemi bërë dhe pa dashur të paragjykojmë askënd. Absolut jo. A jemi bërë si shoqëri? Absolut jo. Ndoshta nga nevoja, ndoshta nga situata të caktuara. Kjo ka një temë tjetër pastaj, por që jemi bërë, po, jemi bërë. Domethënë, ka pas raste ku unë kam takuar një nën me 4 fëmijë, e cila jetonte dhe jeton edhe sot, dhe
në momentin që ne kemi hy në shtëpi, e kemi gjetë nënën 2 ditë pa ngrënë. Tha, nuk kam mund të çomë sepse ishte e pa mundur në aspektin shëndetësor, ishte me këmbë të bllokuara. Dhe kur i kemi thënë pse, ka thënë nuk kam pas mundësi sepse shitoria në fshat ishte larg dhe nuk ka pas kusht të më ofroje të blej bukën edhe ta ha. Domethënë, kemi kështu raste kemi jona dhe në momentin tjetër që ka pas një rast tjetër që ka qenë një nën faktikisht një grua që kishte humb fëmijën, kishte humb djalin në një aksident, mas 1 viti të djalit kishte ndru jetë edhe bashkëshorti dhe ajo kishte pas vetëm atë djalë. Kjo na ka ndodhur në komunën e Jegunovcës dhe në momentin kur ne kemi shku sepse bashkëpunojmë edhe me pjesën e komunës që të mund të identifikojmë rastet dhe në momentin që kemi shku na thanë që ajo grua nuk lejon askush të futet brenda. Domethënë faktikisht ajo kishte kaluar në një lloj depresioni të thellë që nga humbja e djalit, vet izolim, humbja e bashkëshortit kishte ngel vetë dhe ajo nuk lejonte që nuk fliste me askënd dhe thanë është pak situatë më delikate dhe më komplikuar si gjë. Thash, okej, unë do mundohem të hy vetëm një herë të ajo që ta provoj se si do jetë. Në momentin që kam shku, i kam ra derës, më doli jashtë dhe tha, nuk kam nevojë për asgjë, ju lutem, domethënë, të delni nga shtëpia. I thash, unë nuk kam marrë për asgjë për të marrë, thjesht kam marrë sot, kisha marrë një lëng me gota me vete, thash unë sot kam marrë pi një lëng bashkë me ty se ishte koha e verës, është nxehtë, thash unë kam marrë vetëm të takoj dhe të pim një lëng bashkë. Kam thash edhe unë një situatë që dua ta diskutoj me ty. Më pranoj dhe ul jo mrenda në obor, domethënë ofroj kariket edhe ul edhe më tha, okej, i fola në atë mënyrën se ne nuk japim, domethënë thjesht do vije dikush i vetëm do pije kafe, nuk ka nevojë të bëje punë sepse nuk lejon të futesh në shtëpi, i kishte fotografitë e djalit, të bashkëshortit, jetonte me atë pjesë. Thash unë të premtoj asgjë nuk do duhet sepse kish shërbim jona paguhet përkrahet për raste sociale përkrahet prej shtetit. Shteti ua mbulon pagesën. Ato nuk kanë nevojë për pagesë. Dhe thash kjo është pjesë që asgjë mos thjesht vetëm pranoje, kujdestarën të vije ka sa të kesh nevojti, 1 orë, 2 orë. Pranoj dhe të them të drejtën fill mas 2 muajsh kur kam shku ta takoj, më tha, e kemi të incizuar si situatë dhe si rast, më tha Qanie, në momentin që ke ardhur ti, te dera ke trokit, unë kam prit çdo ditë vdekjen. Domethënë çdo ditë kam prit që të më vije vdekja sepse jetë për mua nuk kishte më. Sot që ke arti këtu, unë kam filluar të jetoj dhe nuk dua të vdes. Këto raste i gjeni nëpërmjet komunave, atyre listave të rasteve sociale, apo janë edhe vetë familjarë që ju paraqiten? Janë të pakët familjarë që paraqiten, në shumicën e rasteve ne kemi identifikuar nëpërmjet komunave dhe mjekut am. Domethënë kemi shkuar në çdo mjek, te mjekët am ato janë rastet të identifikuara sepse mjeku am i ka gjitha raportet mjekësore, shëndetësore dhe rastet normal që ato që janë në çdo komunë ose në çdo fshat, secili mjek am i ka pacientët i din familjarisht, domethënë a kanë njeri në shtëpi, nuk kanë. E refuzojnë familjarët këtë gjë? E kanë akoma në fillim si tabu? Në fillim kur kemi nis 6 muajt e para ajo na kena pas shumë problem. Domethënë 6 muajt e para ishte kjo mentaliteti, jo mos u afroni se do vini të na shikoni të na merrni shtëpinë. Nuk e di kush e kishte dhënë si fjalë, si ide, them në komunën e Zhelinës ne për 6 muaj s'kemi pas asnjë rast. 6 muaj refuzim total. Domethënë ishte kjo ideja, jo, mos hajdi se mbyllshin derën, mos hajdi se ne nuk kena nevojë, kemi djemt, kemi nuset, kemi familjarë, të ku i keni? Po, është edhe kjo, mos ta marrin vesh të tjerë që nuk na mbajnë. Ishte, s'është më. Ne jemi duke dhënë këtë shërbim për 5 vite dhe të them të drejtën ka ndryshuar. Ka ndryshuar sepse në momentin që njëri e shet tjetrin, kojshia e shet tjetrin dhe filloi të përhapet thotë Samir, unë tash kam nevojë, unë nuk mund, priçin te dera kur do shkoj kujdestarja, domethënë
jashtëzakonisht të kënaqura edhe ajo tjetra thotë, po unë kam nevojë, unë jam vetë, pse mu filloi pastaj pjesa të bëjnë kërkesa vetë, që në fillim ishte refuzim total. Suksesi i këtij shërbimi solli një tjetër iniciativë, le të themi akoma dhe më të detajuar, po e them kështu, hapjen e një qendre ditore tashmë për moshat e treta, pra nuk do t'jeni ju që do të shkoni t'u ofroni shërbimin në shtëpitë e tyre, po ato do të kenë mundësinë që të akomodohen në një qendër që për hir të vërtetës është risi qoftë për Maqedoninë e Veriut si shtet, po për Tetovën po, sepse janë duke u thyer disa mite që ne i kemi pasur, disa komplekse shumë të forta që i kemi patur, por tani për hir të vërtetës duhet t'ju përshtatemi dhe trendeve sociale në të cilat jemi bërë pjesë dashje pa dashje. Çfarë do të thotë qendër ditore për moshën e tretë? Jona, kjo do të thotë e njëjta gjë që është kopshti për fëmijë, kjo është për moshën e tretë. Do me thënë ka të njëjtën skemë dhe ka të njëjtin program. Pra ty do ofrohet edhe shërbim dhe për kujdesje. Do me thënë do jetë për kujdesje për personat që faktikisht me shëndet janë të lëvizshëm. Do me thonë nuk ka nevojë që ti dërgosh një kujdestare në shtëpi sepse nuk e ka mundësinë të gatuaj edhe të bëj, po thjesht ka mundësi dhe pjesa e zhvillimit social që ato të socializon, të dalin nga vetë ajo që thash, izolimi që kanë, thjesht ato do e kenë mundësinë që çdo ditë, do me thënë me grupe do bëhen, grupa e parë do jetë një grup paradite që do jetë nga ora 8 e mëngjesi deri ora 12 dhe grupa e dytë do jetë nga ora 12:30 deri ora 4:30. Do me thënë do ndahen di grupe dhe do vinë socializohen, faktikisht do kenë aktivitete me të cilat do merren brenda ditës, patjetër që do kenë një vakt ushqim që do e kenë brenda, do kenë kujdese, do kenë ato që kanë nevojë për terapi, fizioterapi për këmbët, për shpinën, për krahun, për këtë, do të thënë do marrin edhe këtë lloj shërbimi dhe në njëjtën kohë do jenë aktiv. Do me thënë, pjesa kryesore do jenë të dobishëm dhe kjo ishte qëllimi i këtij shërbimi që është prap në nivel shtetëror, do me thënë, është u bë si thirrje nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Pra, dhe ky shërbim është mbuluar nga shteti, gjithashtu sepse u bë si thirrje nga nevoja, duke e parë sepse kur e nisëm këtë ishte gjithçka tu e pa pjesën e zhvillimit social dhe nevojën me të cilën ne e kena në shtetin ton dhe në shoqërinë ton. Kjo është e domosdoshme dhe patjetër që është një risi në shtetin ton dhe shpresoj që do ja dalim shumë mirë sepse unë nuk besoj që këto tabu që i kishim në fillim me pjesën e shërbimit në shtëpi, do e kena edhe me këtën me qëndrimin ditor. Thjesht mund të lajmërohen të gjitha ato që janë mbi moshën 65 vjeç dhe që kanë kapacitet, që kanë mundësi lëvizje, që të mund të jenë në qendër dhe faktikisht të socializohen, të krijnë aktivitete dhe të faktikisht mos izolohen atë pjesën e vetë izolimit që e kanë në shtëpi. Unë kam shumë kënaqësi të them që Agora e ka ekskluzivitetin për t'i shfaqur dhe pamjet e brendshme të kësaj qendre. Ne kemi qenë aty, kemi xhiruar dhe kemi parë gjithë cilësinë e shërbimeve që do t'u ofrohen tashmë kësaj kategorie sociale. Ne në fund të këtij emisioni në fakt do t'i shfaqim edhe për publikun këto pamje, ku do të kenë edhe të gjitha të dhënat, ku mund të aksesojnë mundësinë e tyre për të marrë më shumë informacione, për të regjistruar dhe për të bërë pjesë e këtij shërbimi. Kemi bërë një rrugtim, në fakt për të folur me ty duhet shumë kohë. Kemi bërë një rrugtim profesional. Kemi folur në fillim të kësaj interviste për ato që janë paragjykimet sociale që e shoqërojnë një grua që zgjedh të dali në një mejdan të konsideruar mejdan meshkujsh. Por, për të rikthyer sërish tek personazhi jot, ti je ndër gratë e para që e bërë pjesë e odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Edhe kjo një formë për të thyer disa paragjykime që biznesi ishte i burrave, duhet u udhëhiqej nga burrat. A ke pas një moment dileme ose mundësie për të tërhequr kur ke parë që me sa di unë edhe në ato bordin në fillim ka pas vetëm burra dhe është dashur të sillet një ndryshim shumë i rëndësishëm që të mund të aksesohen edhe gratë. Ka pasur edhe refuzim
nga pjesa e burrave, dilema, dyshime, po gratë tash konkurojnë me ne sikur si u bante pak edhe krenaria mashkullore. Patjetër që po, Jona, në fillimet e mia unë tash që flasim bashkë, do me thënë unë bëj 13 vite që jam në odën ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore. Në periudhën kur unë antarsova si afariste dhe ishte vetëm zonja Gzime, si afariste gjithashtu edhe ajo, edhe një mikeshe imja e Shkupit, Merita Ramadani Alimi, dhe në momentin që unë futem në odën ekonomike, e kisha ndëgjuar odë burash, jo odë e biznesit. Thjesht kështu ndëgjoheshte sepse aty ishin gjithë afarist, nuk ishte afariste e gra. Dhe në momentin që ne u futëm treshja, do të thonë ishte Gzimja, unë edhe Merita, e pam të arsyeshme që kjo pjesë mos ngele vetëm si antare, po thjesht të futemi dhe të tregojmë se edhe ne gratë jemi këtu, dhe ne edhe ne gratë bëjmë biznes, edhe ne gratë mundemi, edhe ne gratë dim të zhvillojmë dhe të rritim biznesin deri në nivelin atyre që e kanë biznesin e bërë. Të dëshmojmë kapacitetin që kena, sepse bile edhe më shumë. Tash të jemi sinqert dhe të them të drejtën edhe më shumë. Dhe kjo ishte e pjesa e hapit ton të parë. Patjetër që kishim një lloj stepje për arsye se si do mirëpritena, sepse oda kishte filluar. Pati një lloj refuzimi apo skepticizmi? Jo, në fakt na kanë mirëprit të gjithë që unë i kam kolegë dhe vazhdoj të jem pjesë e këtij grupacioni edhe kësaj ode. Në atë kohë si gra ne formuam dhe themeluam grupacionin e gra dhe afariste në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Faktikisht ne jemi antare të odës, mirë po grupacioni u themelua me qëllim që ne bëm një karavan ekonomik që u bën në gjithë Maqedoninë e Veriut, duke identifikuar të gjitha afaristet edhe gjitha biznismenet gra që punojnë dhe operojnë në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo ishte ideja pse ne duheshte që të bëjmë ndërtojmë edhe grupacionin e grave afariste që të jetë pjesë në odën ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Dhe unë mendoj se kjo ishte një sukses për arsye se ne të gjitha ata gra që janë pjesë e odës ekonomike dhe edhe ato që nuk janë, po thjesht në aktivitetet të caktuara ato kanë pas mundësi që të vinë edhe të tregojnë veten e vetë, të tregojnë se ato janë duke punu dhe duke dhënë kontributin e tyre si gra në biznes në këtë shtet. Faktikisht oda vlerëson çdo kontribut që gratë ndëgjohet zëri më ndryshe. Kur si asociacion, keni pas, padyshim që keni pas dhe aktivitete dhe bashkëpunime me si llojin tuaj qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë apo në vende të tjera. Cila është gjëja që bie më shumë si diferencë për shembull mes grave që merren me biznes në Maqedoni dhe grave që merren me biznes në Kosovë apo në Shqipëri? Ndoshta nga mundësia, ndoshta nga mundësitë, cilën do ma cilësoje si një lloj dallimi mes jush? Çka vëre ti? Në fakt, gjëja e parë që kam vërejt ka qenë para 8 vitesh, kur unë kam shku në Tiranë, në Shqipëri, sepse Tirana, je informuar Jona, se ato kanë dhomën ekonomike të gruas. Jo grupacionin në odë të burrave, po thjesht ato kanë dhomën e veçantë dhe dhoma ekonomike e gruas, kur ti i thua dhoma ekonomike e grave, janë gjithë afariste e gra dhe une kur kam hyrë aty kam pas. Tani të gjithë burrat që na ndjekin thonë po ato të Shqipërisë kanë gratë e zorshme. Patjetër që bëjnë diçka, po. Dhe kjo ishte e pjesa që ato ishin të identifikuara si odë dhomë vetëm e afaristeve gra. Ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë dhe nënshkruajtëm një marrëveshje memorandum bashkëpunimi për arsye të aktiviteteve dhe për arsye të projekteve dhe për arsye të subvencioneve të cilat janë, tash është Ballkani i hapur dhe janë vërtet shumë të rëndësishme për gratë afariste dhe e kishim shumë të nevojshme për nivelin ballkanik që të lidhim këtë pjesën e marrëveshjes dhe pjesën e bashkimit të gjitha grave që janë
në nivel ballkanik, domethënë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi. Kemi qenë edhe në Malinezi, kemi qenë edhe në Kosovë. Në Kosovë faktikisht ekzistonin shoqata, por nuk ekzistonin gra të cilat janë në odën ekonomike. Tash një vjet ato ekzistojnë dhe kishin të regjistruar diku te 60 gra afariste dhe faktikisht e plotësojnë atë kotën që të mundemi të lidhim atë marrëveshjen e përbashkët të grave afariste dhe që të mundemi të operojmë dhe të ndajmë, të shkëmbejmë eksperiencat, po edhe idetë, po edhe bashkëpunime. Faktikisht janë lidhë shumë bashkëpunime ndërmjet grave që operojnë në Shqipëri dhe ata në Maqedoni. Dhe unë mendoj se kjo është një sukses i madh jona, sepse nëse ato kanë qenë një hap përpara me aktivitete dhe me gjë, në momentin që ne jemi kyç, ne kemi marrë gjën më të mirë dhe kemi lidh bashkëpunimet. Dhe kjo është ajo pjesa që unë mendoj, ajo forca dhe pika kryesore që neve na ka forcuar dhe na ka bërë që mund të jemi më aktive në gjitha shtetet edhe në gjitha aktivitetet. Po mbetemi tek shteti i Maqedonisë së Veriut. Kur flasim për mbështetjen që japin institucionet, do të thënë po e kalojmë paragjykimin social, po kalojmë tek ai që mund të quhet një lloj paragjykimi institucional. Ka paragjykime të tilla, pra, një iniciativë që vjen nga një biznes i udhëhequr nga një grua, kur hyn në një betejë me një biznes që drejtohet nga një burr, ka edhe aty një mënyrë selektive të parit të kësaj iniciative? Kanë prioritet? Po, kam pasur jona. Në fillimet e mia, sepse jam përballë vetë me ato situata, po, ka pas. Në fillim kishte, do me thonë në nivelin për arsye se neve ishim ne gra që sa kishim fillu të dalim edhe të tregojmë se dhe ne jemi duke bërë biznes. Në shumicën e rasteve ishin afariste gra që bënin punën, por regjistrimi i firmës ishte në emrin e burrit. Dhe këto pengesa neve na bënin që mos jemi në numër të madh, sepse në momentin që ka një subvencion të caktuar në nivel shtetëror, në momentin që të duhet të aplikojë një biznes, sepse aty ka kriteriume, kritere, dhe në momentin që duhet të aplikojë një biznes, patjetër që fitonin burrat, sepse ato i kishin bizneset më përpara të formuara, ose e punon gruaja, po niveli aty është regjistruar biznesi i burrit, dhe ne hasqim këto konfliktet sepse unë refuzosha, thosha pse kjo gjithmonë, se nuk mundemi të arrijmë në atë pjesën e pikës ku do duhet bëjmë trangohemi edhe si përqindje, si numër që tash ne duhet jena njëjtën kohë t'jepen kriteret e njëjta për burrat, t'jepen kriteret e njëjta edhe për gratë. Dhe kjo ka qenë rezistenta që gjatë gjithë kohës kam refuzuar dhe gjatë gjithë kohës kam qenë aktive, kam ngritë zënin në çdo aktivitet, në çdo mbledhje institucionale, shtetërore që ka qenë, që kam thënë të duhet bëjmë diferencën dhe kemi arrit atë. Tashin këtë kohë ka përparësi. Do me thonë, nëse një biznes i madh të themi që ka mira punëtor dhe ka qarkullime që jashtëzakonshme, nuk duhet subvencionet të jetë të njëjtë dhe të bëhet krahasimi dhe kriteret vendohen të njëjtë me një biznes që është një afariste, një grua, sa e ka nis biznesin, do me thonë të ketë ndarje të subvencioneve dhe mos bëhen e njëjta gjë që është bërë më përpara. Dhe kemi arrit me këtë gjë jona. Tashi ka subvencione që gratë afariste që janë me një startup i caktuar mund të aplikojë dhe mund ta marrë, nëse i plotëson kriteret, mund ta marrë pas një lloj problemi subvencionin shtetëror. Nëse një vajzë ose një grua që ka një moment të jetës së vet, ku po reflekton që ndoshta t'i japi një dimension tjetër të jetës vet, një drejtim tjetër të jetës vet, të ndërtojë diçka, mund të ketë një shkollë të kryer dhe do të krijojë diçka në bazë të arsimimit të saj, po të çfarë do lloj gjëje që po e shikon iniciativën private si një mundësi për jetën e vet. Cila do të ishte një këshill, një sugjerim që do t'i jepte sot Qania, pas gati 20 vitesh që e bën këtë rrugtim dhe le të themi i ka provuar të gjitha format e rrugës, të drejtë, malore, me shumë gur, me shumë shkopinj, se ne folëm për një pjesë, nuk folëm për një pjesë tjetër, që ata shkopinjt sa që vinë nga burra her pas herë të kompleksuar, vinë edhe nga gratë të kompleksuara, që kanë edhe ato... Që s'duam ta themi dhe ta pranojmë jona, po është shumë e vërtet, do me thonë një situatë dhe një sfidë që ndoshta më shumë ka ardhur nga ana e gjinisë femërore se sa nga ajo maskullore. Nuk hyj tek këto që them se gratë kanë jam shumë realiste dhe nuk dua të bëj atë pjesën as feminizmin edhe as pjesën tjetër, thjesht nuk bëjmë ndarjen atë pjesë, po
Po, është një diçka reale dhe e vërtet që na tangon si shoqëri. Si një grua që si ke këto komplekse fare? Çfarë do t'i këshilloje një gruaje tjetër që ka dilema? Po, që nuk do duhet të kemi këto komplekse për arsye se nëse qania ka arrit, nuk ka asnjë gjë më pak dhe asnjë gjë më shumë nga ti që je duke na parë sot që sapo ke përfunduar ose je duke menduar për të nisë një punë tënde. Asnjë gjë nuk të mungon nëse ti je aft dhe ti dalësh zot vetes tënde me qëllimin e pastër për çdo gjë që ti ke në plan për të bërë për jetën tënde. Unë në fund të kësaj bisede i heq vetes të drejtën për të komentuar asgjë nga ajo që the, por i jap vetes të drejtën për të bërë një falënderim publik. Kur jemi tek gratë që janë aty për njëra tjetrën, kështu që unë kam edhe për ty, edhe për bashkëshortin tënd, një mirënjohje publike, jo për atë që është mbështetje e përkraje ndaj meje, por për të gjithë dashurinë që ti edhe Taxhedini i keni dhënë vjollcës time. Kështu që ma lejo të ta bëj këtë falënderim në mënyrë publike, se në tavolinat tona të gjithë miqtë e mi e dinë këtë gjë. Kështu që faleminderit, edhe që je shembull për ata që na ndjekin, por edhe që ke qenë një shembull i mirë bie edhe për ti me më. Jona, nuk e prita këto që do ma bësh, për arsye se ti e dish se vjollca neve na mungon gjithve, ajo nuk është sot, po unë mendoj se ajo jeton me ne, edhe pse nuk është fizikisht, por shpirtërisht ajo është me ne, dhe unë nuk kam më shumë të shtoj nga kjo që the ti, përveç se gjithçka që kam bërë për të dhe dashurinë që kam dhënë, ka qenë pak ndoshta për dashurinë që ajo ka dhënë për neve dhe për momentet e caktuara për jetimet e përbashkëta që kemi kaluar me të. Unë të falenderoj shumë dhe të them ato që vjollca ka thënë gjithmonë. Ti mos ul kokën asnjëherë përpara asnjë gjëje. Rezistoj çdo gjëjes ashtu siç i ke rezistuar deri më sot. Unë falenderoj dhe për gocën që ke treguar dhe për vlerat që ke treguar që je dhe vazhdosh të jesh. Unë e kisha shumë të rëndësishme këtë mirënjohje publike për ty dhe për Taxhedinin, padyshim. Në ndërkohë, unë të falenderoj edhe që erdhe në emision, të falenderoj edhe për gjithë eksperiencat që ndave me ne dhe shembullin që prej gati 20 vitesh i jep gruas jo vetëm në fushën ku ti vepron, po edhe për personalitetin që përfaqëson. Unë të falenderoj shumë. Kënaqësia dhe falenderit shumë, Jona. Unë të uroj shumë suksese dhe mbarësi në punën tënde. Shëndet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ne ndërkohë do të përshëndetemi këtu, unë do t'ju lë në shoqërinë e pamjeve ekskluzive që vinë nga ambientet e qendrës ku do të ofrohet shërbimi për qendrim ditor për moshën e tretë. Faleminderit që na ndoqët, takohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 20 në Almak Press. Qendra ditore për të moshuarit Millennium, një hapësirë ngrohtë, e sigurt dhe gjithëpërfshirëse e dedikuar për mirëqenien, socializimin dhe plakjen aktive të personave mbi 65 vjeç. Në këtë qendër të moshuarit marrin pjesë në aktivitete sociale, kulturore, edukative dhe rekreative, ushtrime të lehta fizike, punëtori kreative, aktivitete për kujtesën dhe shëndetin mendor, si dhe trajnime për përdorimin e teknologjisë. Qendra gjithashtu ofron mbështetje psikosociale dhe programe që nxisin pavarësinë, dinjitetin dhe përfshirjen aktive në komunitet. Të gjitha shërbimet janë pa pagesë për personat mbi 65 vjeç, ndërsa regjistrimi realizohet përmes qendrës për punë sociale. Qendra ditore për të moshuarit Millennium financohet në bashkëpunim nga Banka Botërore, Komuna e Tetovës dhe organizata jo qeveritare Millennium.
duke ofruar një model modern të kujdesit social dhe promovimin e mirëqenies, solidaritetit dhe një jetë aktive e dinjitoze për të moshuarit. Sepse mosha e artë meriton kujdes dhe respekt.